Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë kanë arrestuar shtetasin ZSH 62 vjeç banues në Vlorë, pasi u konstatua nga shërbimet në rrugën Anita Bitri, duke drejtuar automjetin në gjendje të dhehur. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Imarës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin FJ 68 vjeç banues në fshatin Vranisht, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi IV 49 vjeç se për motive pronësie janë konfliktuar me njëri tjetrin. Gjatë kontrollit të ushtruar ndaj shtetasit FJ, shërbimet e policisë i gjetën dhe i sekuestruan një armë gjaur çifte pa leje. Po nga këta specialist janë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin JA 23 vjeç, si dhe për dy shtetas MB 49 vjeç dhe VL 49 vjeç. Këta të fundit me detyrë punonjës të policisë bashkiake Imar, pasi në datën 9/5/2025 janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Sarandës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin KV 33 vjeç banues në Sarandë, pasi për motive të dobta ka kanosur me fjalë shtetasin RD 44 vjeç banues në Sarandë. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme procedurale.